Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Unë jam Ornela. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pollum Pilinçi. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Profesor, sot në media pam Fatmir Mediun të ftuar si specialist ekspert ushtarak. Çfarë shqetëson zoti Mediu që po shfaqet kaq shpesh kohët e fundit nëpër televizione? Përshëndetje. Dashur shqiptar, kudo që ndodheni, e di që presin gjithmonë në orën 6, përsëri jemi para jush. Gazetarja më pyet për Fatmir Mediun. Fatmir Mediu, të dashur bashkëdhetar shqiptar, ka dekada që del dhe është deliver, është transportuesi parave në për Evropë. Ai Medi është që e zon dhe u dënua në Itali. Të dashur shqiptar, ka disa ditë që del në televizore dhe bën punën e një generali, tregon se si janë armatimet. Ky person është negativ, është një ordiner, një person që dushet ishte në burg me kohë kur e hodhi atë bombë që vrau njerëzit. Ishte ministër i mbrojtjes. Pra ka 32 vjetë të dashur shqiptar dhe njerëz të pa aftësi në ministri, në shëndetësi, kudo që ndodhe. Pra ky fytyrë që shihni ju, ky është transportimi i parave tuaja, i gjakut tuaj. Ai shihni çantën si e kanë kurrës. Ai shihni atë zotnin që erdhi mori 22 milion dollar nga Mediu. Parat e shqiptarëve. Tani na del në televizor me disa analistë, ikjen se kur janë ushtarak, tregojnë se çfarë armatime ka Irani, Amerika, Rusia, e gjithë shtetet me radhë. Këta të dashur bashkëdhetarë nuk bëjnë gjë tjetër, vetëm ju bëjnë ju që të humni vëmendjen në vjedhjet e tyre. Pra, Mediu, po u them para jush, e ka me orë me ditë arrestimin e tij. Pra, ky Medi dohet pranë Ilir Metës dhe kryetarit të Bashkisë të Tiranës. Ky Medi, që është një hajdut, shet droga, transporton para nëpër Evropë, hiqet kur një kongresmenët e Amerikës, hiqet kur takohet me të gjithë, u jep para, por ne nuk jemi në gjumë. Unë nuk kam thënë të dashur bashkëdhetar shqiptar, unë jam kudo. Jam në Shqipëri, jam në Amerikë, jam në Evropë. Lëvizjet më të vogla që i kam bërë 34 vjetë, ne i dim ku hyn e ku dalën. Do t'i shihni të dashur bashkëdhetar shqiptar, kur të arrestohen, do t'i shihni të gjitha çfarë kanë bërë. I kemi fotografi, i kemi të incizuara. Pra, shkurtimisht mua vjen zor të përmend emrin e këtij Mediut. Pra, Mediu e ka me ditë dhe shokët e Mediut që dalën në televizor, hiqen si kolonela, hiqen si major, hiqen si kur dinë çdo gjë që në Amerikë mund ta dinë 2-3 veta generalet me rëndësi çfarë armatim ka Amerika, apo çfarë armatim ka Rusia, mund ta di 3-4 veta. Pra, këta u humbën vëmendje. Por, dashur shqiptar, fundi i këtyre erdhi, gazetarë janë pyetur me vend, pra u ktheva përgjigjen, kam shumë për atë, por mua vjen dot të ze emrin e Mediut. Profesor, sot u mblodh Parlamenti i Shqipërisë me zgrindjeve. Pati përplasje midis zotit Berisha dhe zotit Balla, po ashtu midis zotit Berisha dhe zonjës Spiro Pali, e cila i mbylli mikrofonin. Ju si e shikoni këtë situatë? Zotëni shqiptar, vëllezërit e mi kudo që ndodheni. Ky parlament është kuvendi, ka 34 vjetë që janë ignorant. Por sot, ai i PS-s i tha një nga një të gjitha Berishës. E fillovi që nga 92 kur ishte president Berisha dhe përfundovi deri në minutën e sot që ai foli.
por edhe ai ka vjedhur. Por Berishës i tha për krimet që ka bërë, janë mbrojtur një nga një, dhe Bilemi tha të dashur bashkëdhetar shqiptar, ngrije kokën Berishë. Berisha kishte ul kokën. Doli para tribunës, që do dilte para shqiptarëve, kurse kryetaria e parlamentit i tha, i ndalovi mikrofonin, Berisha bërtiste, pra ai parlament është bërë tamam si opera për t'i qeshur me ata fytyra që shihni ju. Vërtet u mblodh sot, po është dita e fundit e tyre. Është dita e fundit e kryetares të parlamentit. Ajo zonjë, me paratë e shqiptarëve, bën aperime fytyrën e saj për të zbukuruar. Me paratë tuaja. U kam thënë të dashur shqiptar, ata tallen me shqiptarët. Mos rrini në heshti. Më dën 4 korrik. Ne kemi festën më të madhe të Amerikës, por kemi festën akoma më të madhe të tiranisë, përfundimin e tiranisë. E janë i dashur bashkëdhetar, shqiptar, e janë një ditë. Profesor, a keni diçka tjetër për të shtuar? Po, kam shumë për të thënë. Të dashur shqiptar, a i shihni këtë kushtetut? Kjo është kushtetuta që prej vitit 91 në kohën e Rami Saliz e përgatitur në Serbi dhe gjoja në Veneci. Me Sabri Goton, me Sali Berishën, me Nanun, me Gjenushin. Kjo kushtetut, të dashur shqiptar, do hidhet në kosht të plerave. Dikush nga ju më thot pse? Sepse nuk është kushtetut e shqiptarëve, po është kushtetut anti-shqiptare. Ju më thoni pse është anti-shqiptare? Për arsye, sepse një deputet vjedh, një deputet gëdhiet me një vilë, me një hotel, zvete s'ka vajtur deri tani në gjyk, tani do vetë. Kurse një fshatar, ne jemi fshatar gjithë shqiptar, 97%, për një dritë që s'paguan, për një pikuj që kon të hapi një post, dënohet 6 muaj burg. Burget janë mbushur vetëm me shqiptar të ndershëm. Pra të dashur shqiptar, ne kemi bërë kushtetutën, siç u kam thënë më para, kjo është kushtetuta amerikane. Është përkëthyer në gjuhën shqipe. Është e njëjta si në Amerikë, po i përket kombit shqiptar. Është kushtetuta tamam si dikur ligji i kanunit. Është ligji një për të gjithë. Ti mund të jesh president, avokat, jurist, punëtor, ligji është një për gjithë. Ky ligji do bëhet shumë shpejt, dashur bashkëdhetar shqiptar, siç u kam thënë, dhe u them përsëri. Ne më datën 4, korrik, 4 July, ne bëjmë festën e Amerikës. Por, më kryesorja është, ne kemi rastin për Amerikën, por më kryesorja është fundi i tiranisë. I tiranisë që u ka gjvatur një shekull, që në kohën e mbretit, erdhi komunizmi, mas mbretit, 46 vjet me regjimi bolshevik, i vrau patriotët, i vravi dhe fëmijët e tij, të patriotëve, i intrenovi pleq e plaka në përkampet e intrenimit. I intrenovi komplet Shqipërinë. Dikush mund të thotë që s'kemi qenë të intrenon, po. Nëse ti jetonje në Tiranë dhe baba jot ishte antar partije, ti s'mund të vinje dot në Durrës, sepse ishte ndaluar. A nuk është intrenim? Në qoftë se ti ishe Tiranë dhe kishe një mik, një dashamirës, të vinte me shtëpi tënde, a do të detyroshe të vinje në dyqan i bukës dhe do t'i thoshe shitses që më jep gjysmë buke më tepër. Pyetja dhe përgjigja ishte, kush ka erdhur?
polici i lagjes me njërë duhet të shikon dhe kush ka erë. Pra, a ishëm ti në trenuar të gjithë. Por, më 90-ën, shqiptarët me duan demokraci reale, jo të dashur shqiptarë. Përsëri, 5 partit e muar, që unë kam qenë prezent a ditë, për 34 vjetë u vodhë, u vranë, u përsualt për të detit me gomona, dikush i shponte dhe gomonat për të vrarë rinjë shqiptare, të përhapur në për Evropë, punojnë, sidomos në Paris, në Francë, në Ingliterë, kur e shohin shqiptar ja hedhën pashaportën poshtë, ja hedhën atë shqipojnë e Skënderbeut, atë shqipojnë e patriotëve, por erdhi koha jonë dashur shqiptar. Unë nuk kam thënë që më datën 13 kur bëm për herë të parë para Skënderbeut, u thashim mbas orës 2 fillon lufta me Iranin. Filloi. Pra ne kemi qarë, kemi 100 vjetë të dashur shqiptar. Pra lufta është e ashpër, po jo për kombin shqiptar. E kam fjalën për kufijnë natyrore. E kam fjalën për Kosovën, Maqedoninë, Aleksandrit dhe Malin e Zi. Nuk ka luftë. Pavarësisht se disa bërës keks tonë në për televizorët e tyre se mund të jedhe disa misla, bomba në Shqipëri, jo shqiptar. Ata gëzojnë që të jedhe, mendojnë që të të shtynë nuk do vënë në burg. Në tokën e Shqipërisë të dashur bashkëdhetar shqiptar është Amerika. Unë nuk kam thënë kudo, në kryeministri, në ministri, në bulevard, në çdo zyrë. Janë njerëzit, janë në shikim 24 orë. Të dashur shqiptar, erdhi koha jonë. Ejani sa më shpejt. Ne kërkojmë dhe u kemi thënë, të bëhet qeveria teknike për arsye për të ndarë pasuritë. Për të dhënë se kush kishte pasurinë e tij. Për të ngritur familjet që deri i dije këta i shfrytzuan. Familjet e patriotëve, fëmijët e tyre që të jenë gjithmonë në kryet të detyrës për të mbrojtur kombin. Unë nuk kam thënë që do të jenë 13 ministra. Do të ishin i vetë. Do të jetë përfaqësuesi nga Kosova, përfaqësuesi ministri nga Maqedonia dhe nga Malizi. Të dashur shqiptarë, u kam thënë që do të jenë 3 drejtori. Nuk do ketë më Ministri të Brendshme. Arsyeja është sepse Ministria e Brendshme ka vrarë shqiptarë. U vram me njëri tjetrin 46 vjet. Jemi vrarë 34 vjet me njëri tjetrin. Bashkoni shqiptarë. Bashkoni njëri me tjetrin, se u kam futur sherr brenda në familje, qëllimisht që ju të humbisni vëmendjen. Erdhi koha jonë, erdhi koha e bashkimit. Pra, 3 drejtori që do bëhen është drejtoria e policisë, drejtoria e FBI-s shqiptare dhe drejtoria e inteligjencës shqiptare. Unë kërkoj të rinj, intelektual, binte shqiptarëve, binte familjeve të mira, të vinë sa më parë, ashtu siç po vinë nga Italia, nga Franca, nga Gjermania, nga Anglia, nga të gjithë vendet po vinë të rinj, i keni parë vetë edhe më 13, po vinë për ditë. Pra, ejani sa më parë të dashur shqiptarë. Do t'jetë dita e lumturisë tuaj, do t'jetë dita e gëzimit dhe dita e hedhërimit për 3%, që do jenë të gjithë të burg. Gjithmonë më dërgoni dhe më thoni, po kur do arrestohen? Pilinçi nuk është policë, por ne japim urdhër. Ne dim se ç'a bëhet, por erdhi fundi është me ditë, nuk është me muaj e me javë të dashur shqiptar. Berisha do arrestohet të ditë. Zvenc kryeministja do arrestohet të ditë. Shumë do arrestohen. Tamam, si Rrugaçi, Fatmiri, janë me qindra për të arrestuar. Për të hequr zvarr, të keqezës do arrestohen, që kanë deformuar gjithmonë votimet. Nuk janë ato vote që keni dhënë ju të dashur shqiptar.
jo këto që s'ishin, po gjithmonë që keni votuar, nuk ka dalë vota juaj, po ka dalë emërimi, përgatitur spionazhi i Evropës, spionazhi i Ballkanit, i serbëve, i rusëve, i englezëve, i francezëve, kanë vënë njerëzit më të paaftë të dashur shqiptar. A i shihni në parlament këto fytyra, ziren, bërtasën, tallen me shqiptarët, kur dalen jashtë, pinë bashkë, hanë bashkë, flenë bashkë, ato lum janë. U kam thënë dhe dashur shqiptar, hapur po e them shqiptar që nën e tyre e din, por nuk di ka babë. Ashtu janë. Unë i them policisë, jetë e qetë. Nuk do të heqë njëri nga puna. Do heqëm ata që kam bërë dallavere. Unë i them policisë të jetë gatishmëri. Të mos bëj asgjë që ai thot ministria o kryeministria, o ministria e brendshme ai hoxha. Të mos lëvizën asgjë çfarë u thon ata. Të mos gacmojnë shqiptarë këto ditë e fundit të prishën shtëpit. Ata që do t'i prishën, do dënohen me burg. Policia duhet të rri. Policia është me varfër. Të dashur polic, ju jeni slave. A pagueni? Kur e filloni policinë, keni mbaruar akademin e policisë. Dhe filloni me $400 në muaj. Turp i botës. Turp i botës. Me $400 në muaj. Fillon policia, mbas një viti, 2 viti, me 500. Policat e vjetër marrën nga $600 në muaj. Pensionistët $80, arsimtarët, por fare, shumë pak. Qeveria teknike dhe programi i Partisë Shpresa Demokrate, që është bërë më 2001, por ne nuk domim që të dilim se ishte koha për tani, për të dalë. Në program që aherë thuhet, policia e fillon me $1.200 më 2 javë. Pensionistët $600 në muaj, plus $150 për ushqime. Arsimi me klasat më të ulta fillojnë $1.000, vjen deri më $2.500 sipas vlerës që kanë. Nuk e kam fjalë për këta të dashur shqiptar, se këta s'kan diploma. E kam fjalën për profesorët që janë në pension të ktheuni të dashur vëllezër. Ktheuni, ti mësoni e njëherë pioner. Punë e madhe s'do rrini një vit, do paguajeni më shumë se gjithmonë. Që ti mësoni fëmijët se kanë ikur, është qëllimisht i kanë mbyllur shkollat. Qëllimisht që në klasë të parë, çdo fshat nuk ka më shkollat të dashur shqiptar. Po kur të vi qeveria shumë shpejt, çdo fshat do ketë një gjyqtar. Do ketë një prokuror një herë në javë. Fshati im i vogël, jo si tani, nga Gjirokastra vin Tiranë, qëllimisht ju ti mërzitin. Duhet ta dini të dashur shqiptar, në Shqipëri janë 10.000 avokat. Të 10.000 janë sekserë. Ata u prishën punë. Kush u prish punë? Gjyqtarët, deputetët, prokurorët dhe avokatët. Bëjnë pazar para se të hynin në dhomë. Të 2 avokatët që ja gjoja janë kundërshtarë. Unë e njoh mirë juridike të dashur shqiptar, ndërkombëtar dhe shqiptar. Bëjnë pazar. A vini në për gjyqet, u ven nga e parën 2-3 zbresën e njerë poshtë. Gjithë ato parat që u kanë dërguar fëmijët tuaj, që u dërgonin, se s'u dërgojnë më, se s'kanë fuqi të u dërgojnë. Pra dita 4 korriku, është dita e juaj, jo e imja, e juaj, ka marrë për ju të dashur bashkëdhetar. I kam lënë fëmijët e mi në Amerikë, në vendin më të mrekullueshëm të botës. Ka marrë për ju. Nuk ka marrë për të fituar. Ka marrë për të pasuruar juve. Familja Pilinçi ka patur gjysh tërgjyshi pasunik. S'kam nevojë më.
t'u pasuroj ju, në tokën tuaj, në vilat që i kanë bërë tuaj timin e ju, në hotelet që i kanë bërë tuaj timin e ju, të gjithë do konfiskojnë, do t'u hipen shqiptarëve gradis, që u duket e çuditshme. E pa besueshme, është e vërtet, se kemi me shekuj që ne vuajmë. Erdhi dita jonë, dita e çlirimit. Erdhi dita e 97% takzoni, erdhi dita e hedhërimit 3%. Do jenë të gjithë të përburgjet. Do t'ja hapën këto burgje që janë dhe do futen këta. Natën e mirë të dashur shqiptar, kudo që jeni, e di që dëgjoni, më falni që s'u kam kthyer përgjigje se nuk është një, po janë me mira e me mira, nuk ka mundësi rri që në orën 9 deri në orën 8 që presin njerëzit. Të dashur shqiptar, natën e mirë në Amerikë i thon drek në këtë orë, nga Amerika po shkojnë shumë, nga Australia, nga Kanadaja, së shpejti ju do ktheni në tokën e Shqipoja. Ejani të mirni frenat në dorë. Natën e miru pafshin nesër në orën 6. Të falenderoj profesor, të dashur miq, jemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.